Dilhasa. Pa Dilhasa, çfarë thua politis? Ju lutem shumë, mos hyni në jetën time private. Po ju lajmëroj që në fillim. Pa Dilhasa, mos i shto mëkatët vetës, merr vesh. Nuk i thash një gjë, e pyeta kur e lë shërbimin. Edhe një herë për të themi, me kujdes pa Dilhasa. Me kujdes. Në rregull. Rregull jeni. Mëkatët vetës nuk po ja shtoj. Se po ja shtova unë, ku del ti që ke dy? Dëgjo, i pandeur. Më fal. Mos mi përmend këto të dyja, se këto mi ka dhënë populli. Po që për popullin, unë kisha bën harem. Njoft. Të futemi në temë. Lutem. Të futemi në temë, po përsëris edhe një herë. Ashtu, anarkist. Tipi dyshim. Do të japish llogari për të gjitha mashtrimet që ke bërë. Ju lutem shumë, trupi gjykues, mu mos më përditi. S'kam marrë këtu as për agitacion propagandë, as për tentativë rrëtisje. Se për nën e familjes, të lejnë çfaqen e të hiki. Ja, mare, do të marrish trupën me vete, zotëria jote, ha? Më qa trupe, i herë për të marrë të bjondën e për të lesi veshka pa dhion. Pa Dilhasa, edhe një herë po ta përsëris. Mos i shto akuzat vetes, more vesh. Dhe tani, përgjigju. Vendlindja. Kruj. Kur? 54 vjet përpara. Si? Normalisht me mami kam. E pse? Mas vdekjes Skënderbeut, Krujës ju do të i strateg. Thash, hajt mo. Me i fjalë për të mirën e atë dheut. Pa Dilhasa, përgjigju mirë, se pënder të bëj atë që s'ta ka bërë njeri të shtri për tokë. Ja, mas rrej menja. Nuk ka lind hala ato burrat që fa Dilhasën për tokë. Ashtu, ha? Ashtu, ha? Po, atëre moza, shtrije për tokë. Seqer. E pe, pa Dilhasa, burërin tënde. Po qesh, ha? Natyrisht. Nuk kam shtrinë ti jo? Shtriva jo? Për atë rri gjithnot në shtriun. Akuzohesh, e para, që ke shkuar në berat me djetat e shtetit për eksperiencë, ke hangër e ke pirë dhe e këthyër prande pa bërë asë një punë, është të vërtet. S'digja, jam në autobus në mësë më pytë mu. A, që e këna. Akuzohesh, se i ke bërë vajzat e fshatit të flasin si rosat, mak. Po ngrash ato. I ke thënë punës paras i pandehur. Ke dashur t'i ngecish klientëve radio të prishura. I pandehur, ke pasur 28 kamiona për t'i ndarë për 7 bataliona dhe të kanë ndarë 13 kamiona. I pandehur, e pirë qynë sa e bërë bryllë dhe e fundit, ke dashur të sheshë sharaki kontraband duke përtitur në rrugët e qytetit, o ti këshillit, janë të vërteta këto akuza. Ti jemi sinqert, nuk më kujtohen. As po të kujtohet. Në rregull, ta freskojmë neve vëmendjen i pandehur. Të futen në sallë 2 dëshmitarët, Roland Koça edhe Muharrem Hoxha. Ju të dyre? Zotëri dëshmitar, betoni se do të thoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Të lutem, zoti gjyqtar, mos na ofendoni. Kush ju ofendoi? Të thoni të vërtetën i them. Si s'pas ka ofendim? Zoti gjyqtar, na thuaj një artist që rren. Po rren. Kush pa rren? Po Muharrem. Muharrem, po. I dëgjuat zotëri dëshmitar akuzat që i ban kolegu tuaj? Po. Jeni dakord? Jo. Po. Kina unitet ne? Po qa lesh unitet? Më falë, qfar uniteti ka këtu?
Njeri thot po, tjetri thot jo. Më falni, zoti gjyqtar, më falni. Po, Rema ju tha jo juve. Unë I thash po, jo së Remës. Ti, po... Ore, jeni ca bira ku... Qare? Ku, kalo! Ashtu po, se ne jemi artista. Po, Fadili, qfar dhe këtu? Artist I meritor. Që të ne të shka pobli? Vjelza, godita dhe njëherë pa më shire shtrije për tokë këtë të pandehur. Sheqer. Pasi. Sheqer. Po, ti marrë. Ore, I pandehuri, Fadil Hasa, po të thonë sheqer, duhet të shtrijesh për tokë. Nuk shtrihim. Pse? Kur ma thot mjolti, nuk më të sheqiri mu. Merreni! Thot, merret e bjondën dhe dhali e vetë. Ore, stop por aty! Unë po I them policë dhe merreni pandehuri. Po. Atë faqë që fillim, do të rregullojmë të? Qëndëra aty, I pandehur. Ma ba ma forta detit më një pajgjon, se sa me këtë bëjsh me Don Juana. Atë! I pandehuri Hasa, edhe ju dëshmitarët të tjerë, qëndroni aty. Edhe shikoni materialet e tjera që kemi nxjerrë nga arkivi ynë edhe provojnë fajsin tuaj. Aty mbani. A më shkojnë më bizgola. Shkojnë për vizit. Ku? Shkojnë për vizit. Për e plasë. Njërë, Mirë, që mirë shumë, ha. Po pse sheforën timi, pse sheforën? shkojnë për vizit, fillojnë vizitat. Kur fillo? Kush? Vizita. A vizita? Ka vizita, gjithë ditën ka vizita. Gjithë ditën. Ullë. Ullë. Shkojnë. Rini. Ullë të mirë. Ne bëjmë ma betë. Ardemir. Pse nuk e dim ne ku të shkosh ti? Kush? Ti. Ku? Po ti ke marrë leje me u vizitu I gjoja, se të shkosh në stadiume? Pse? Me atë në hullë shtetë. Ja, më të bja. 2-0. Martesën ta lëm kur të filloj festivalin në radio, më? Alo, drita. Një e lëm natën e vitit 3, një rrugë 2 punë, e? La, drita. Miru pafshim. Me vetën tonë. Aha. Por e gjaje, si shkoni me të sfurqet? Mirë, shumë. A keni ngrejnë pak mullar, këtë falja nga pitkini ushtarë? Qatë necme. Më thonë që ti e I mirë për karnaval. Kush tho? Pitkini spital. Shiko, edhe ke ardë ditë e fundit vitit të ri, mi shit ma shtrengjelë. Ja. Pyte! Ja, shiko. Ja, më si pyt mo. Ja, më përdjene mo njerëz. Ajo ka përru që aja me ju shit ma shtrejt ditë e fundit vitit të ri. Më falni, gjendja civile e Laçit? Po? Mos ka ardhur në nuse për të martu këtu? Po dhe në qomë se ka ardhur ti qdo. Si shdu? Do të martohem? Haj që ka ardhur ka padur burin me vete. Po me një pa burr nuk ka ardhur? Po desha të di, çfarë ka bërë Lazja që po lavdëroni kaq shumë? Lazja? Po. Nuk e dini? Jo. Nuk e dini? Jo. Me 15 vjetor ka fut trenin stacion në Arcaktum. I kryu Lazja. Po ti thosh ti besimit, I fjalë mirë për mua, e bën ka gjë për ty. Po besimi e bë për mua, po s'ke kallti, një ta falë ato. Ti pa të bishëm qaf mua. Ta betojmë se përse Ismail. Ne pra njerëzine të vive vënes pra më punë. Po hecë kur duash ti çake, hecë kur duash. Kejt keqe ti më vllai dash, nuk e njeh njerëzit. Një, kam dorën ta fal ty. Ti ta kesh në dorë, s'ma fal mua. Okej. E moj, po, çake. Kanë arrestuar Florën. Çfarë? Kanë arrestuar Florën, mo. Florën? Cila Florën? Florën më shoqen time të ngushtë. Mos moj. Pse? Si pse, mo? Ka qenë një ditë në radhë edhe ka thënë, që janë këto patate që na sjellin? E ka dëgjuar njëri dhe ja ka bërë tjetër. Që tjetëri? E ka pëditur e pra. Budallaqja. Budallaqja. E pse, mo? Të vërtetën ka thënë. Unë më zonin. Unë muaj mos bërtit. Po nuk e diti që patatja si e ha ashtu të han.
E pra si që patë edhe vetë, Durrësi hapi siparin e programit tonë. Dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë me aktorët e minjor të këtij qyteti në humorin Dashuri me shikim të parë. Një ditë regjizori na urdhëroi që shpërndahemi që të gjeshim një femën për estradë. Me thonë drejtën u shpërnda gjithë trupa, mu përpara më doli një femën shumë elegante, jo vona mrapa për të nalu. Ja, po vika. Jo marrë që ka pas fyrë, po vika të një. Pa. Si mi thonë. Me pas fatin me anë estradë tjore. Falni. Kam një gjysë ore që po jo një pas. E di, ju kam vënë re shumë mirë. Desha me bisedu seriozisht me ju. Jam shumë dakord, vetëm se jo këtu. Po ku? E janë i këte? Në shtëpinë time. Shtëpinë tuaj? Aha. Po si? Po, burri im ka ikur me shërbim, kështu që ne të dy mund të bisedojmë shtruar. Shtrirë? Shtruar dhe me thonë? S'ka problem, ne të dy më duket se do të merremi vesh. Pa tjetër. Ju me siguri ju ka pëlqyer diçka tek unë. As nuk diskutoj. Edhe ju mua më pëlqeni, kështu që ne mund pak këto çanta. Po këto pse? Po që të duket se jemi të njohur pra, edhe e janë mbas meje. Ja, më nga të ropona keq më jo. Falë minut. Përse ta humbim atë minutin këtu në rrugë? E janë bisedojmë shtruar në shtëpi. E janë. E ke lënë shpinën? Po, një gjysmore që këtej. E janë. Sa e? Gjysore? Për gjysore unë gjys për veten, ke ngarkuar ronçën. A e dini se përse më pëlqeni ju mua? Ja. Sepse ju keni mustaqe. Po, edhe? Mustaqet? A e dini se që janë mustaqet? I tu flesh me në hunë. Mustaqet? Po? Janë furçe dhëmbësh për seksin tjetër. Edhe? Mua, ka 3 ditë që më ka humbur furçja e dhëmbëve. Edhe? Akoma se keni kuptuar? Jo, për nesë, më kuptuar. Oh, e janë me mua në shtëpi. Hec mas me e më shpi, thotër? Pse dhe ka si bukur t'jem unë? E janë. Po pse me shojnë dhe kje fillin, se e ke shpin ka t'zjashtë, po më bone të lefëj? Ja, ullu këtu shplotu, Po. unë vi shpejt. Mirë, mos e vëndat lotër. Ja. A thunë në vërtet e këtë humë që dhëmë dhe kësajre? Jo se e një gjithë vetë. Hes mas me e tha se ke musteqe. Po më të të lejë po lamë të dhe, po pasën shumë këto. E që më fëndojre, ose t'jes e më nësaj. O zoje! Pasi. O zoje pa furqe! Pa hajde pra, hajde të lutëm shumë se... Hajde u bonbon. Atë pa, hajde shpeti nësë më në. Që kishë në dy punë tjerë. Asa. Për që të më thonë shumë? Që s'ke punë shumë? Si që do me thonë? Unë kam veshur një robë dyshane mora, dhe kam në dorë një batanie. Shto, a? Pa mirë, ti më theqin ka unë furqja dhamëve, jo furqja robëve. E qënë furqja e robave këtu? Po të një që e hytë këtu? Më të pasë më më stejtë në tysje? A më thatë vetë se keni një orë që po më liqni? Po. Edhe që kuptim ka ndjekja e një femre? E thjesht po të njoftë? Po ja pra edhe ne do të njihemi. Borri? Po! Po ju të se burri dhe kemi më shëpirë? Po, bëhet mërshme, do t'jetë këthyër, si t'ja bëjmë tani? Të ka për të mërshme, do në gati të bisedoj seriosisht me të. Po, a i ka qenë boksier. Edhe? A i ditë bisedoj vetëm me grushta, në qoftë se nuk i kujtohet se jemi në katin e 7. Prit, pa s'kam. Me qëllim të kështu. Po, kujtoj ku poja e qëllimin e mirë kur unë kam veshur të dyshani. Hiqë rëtë dyshani? Vish fostoni me. Po, bjeri. Gjo, ullu këtu dhe fillot hekurosësh. Hekurose? Po nuk e di që dore ma e pekrin? Që thot një për si të hekurosën? Bene hekurosë. Vazhdo ti, predi herë për të regullonë me këtu. Do t'i thua shtim shoqi, se më ka marrë o qoqe lavanderi për të hemurosur robat. Më ka paguar edhe 200 lekë. Filo hekurosë. Qish, nese të të rruj mustejtje! Sa punë, punë. Bëtë. Ora, 10 minuta me apë çapën. O, no, ne sa qeka ky. Qa është ky moj? Po e moran lavanderi për të hekurosur robat pra se... Po.
E tha... Shumë mirë. Ç'kemi? Buçko. Hiç punojmë. Ja përpiqemi nxjerrim bukën e gojës me djesën e ballit. Ora po ç'ke, pse drillesh ti? As metodë amerikane. T'ka likujtuar i me shoqet ti? Po, i në likujtu, 200 lekë, në rregull jeni. Sa ore? 200 lekë. Kaq pak rroba 200 lekë? Pak shumë, kaq shumë. Se edhe ca nga të mia tuna dhe... Ja, mos e lënë tot. E kena pa pazarit 200 lekë. Ja, more. Ke gjetur një budallaqe ti kërkon t'ja hudhësh, kush e budallaq? Kus më marrësh ose? Në jo. Puno. Të sjell të tjera po ta prish pazarin. Mos e lënë tot, as i copë, kena pa pazarit. Ço. Haj, ço. E prishim, ço. E prishim, ço. Hiki që s'kush pun vet. Po hiki pa me dignitet ama. Hec, vazhdo. Joni, çe? Është kuzhina ne po dil. Fal, ta dish ti. Se ka kuzhina këtu, dal këtu. Ne u bashim. Ja. Udhuje. Çale. Legët. Çale shoqë. A vajmë shoqë? Po. Ordoni dhe legët, tash i mund t'hiki. Hajt, ditë në mirë. Po jo, ne thashe se është kuzhina, po... Sa kuzhina pas të si plasë shpirtin. Hiki me i mirë pashim, me nga flore fare. Tash i mund t'hiki? Po, ditë në mirë. Ditë në mirë, zoni. Ditën e mirë, usta. Ditën e mirë, usta lesh. S'ke fajti, kus t'hekorosë me ty jumë. Unë kam shumë frikë se mos i mbetet hati ku ta marrë vesh që e kemi punuar do. Më se njonët e pa hati, ç'ke hajde, Daj dorë për hekorosja, O, none ime. E fil tu këtua. Qa ke? Qesh një shpik tu hekorosa 5 kg robe, më rrujt me 200 lekshim. Që të kemë unë? Ki ke shpia këtu e? Po, ke shpia dhe. Këta robe që e gosi ti? A më që do? Ishte i këmish që shile me kuadratët verdha? Se pata kode pa në zhjyre tu. Më bon gjithë i berë, erdhe i shoqim së një mrejnë të dhurë të dhurë. Po një bluze e shkujt me miskuzi. Ishte i bluze ty. Ki ke shpia këtu? Po. Mos! Po t'i shpatën? Gjitha të robe, para 2 orë që këm la unë. Jamre, pse? Laj fajnë në dyte? Hatë ljumë, hajde, E pra Vlora, që nuk shuhet vetëm për rivjerën e saj të mrekullueshme, por edhe për artin e saj. Dhe natyrisht që si në tërë vendin, edhe në këtë qytet ka qenë problem strehimi. Por si e satirizojnë vlonjatët këtë? Le ta ndjekim bashkë. Doni, di sa është pyve? Doni! Ty të da? Jo. Si jo? Nuk i dhe shkefi trejtojt. I dha kushuririt të tia. No, paraja, baba, paraja. Edhe unë do vete të zë një hyrje me pahir. Do t'i vët qelsin edhe s'kan që më bëj fare. Më marin të keqen, më marin. Provoj, bre, provoj. Ti sheke për jashtë atë nxjerine. Po mirë, bërë mirë. Po ati tjesit për sejda. A ti? Po. Ta thash një. Paraja, baba, paraja. Po tjetër kujt i dhanë? I dhanë të shokjes Aliut, ati punëtorit që vdiq para 2 muajsh. I dhanë ati ore? Se vap kanë bërë. Se vap kanë bërë mojë bërë. Mirë bërë gjallën. Kushta që bën keq. Po sa ishte gjallë i shkreti Alic, nuk bëri për shtëpin. Si adhaq. Sa vdiq fap, pa një dhanë autorizimin. Pasipër. Dua. E ti shketi? Po. Bëj ka të qartë qafët, edhe shtrom divanin mu. Do flesh ti? Jo, do vdes! Tu thaf të gjuha, tu thaf! Moj do vdes të tha se ndryshe nuk mi japi shpi mua. Laj fiti ky. Baba foli baba se ty të t'gjon ky. Lere, nuse. E ka regull ti. Lere, ka regull. Gura, dëgjo këtu. Shpejto tani shtrom mua këtu, se lidhe shokët e mi të punës për ngushëllim. Kush i lajmëroj shokët e tu? Lajmërova unë nga posta. Uotja sigurisht a gjithtoni u thash, a vdiu, vdiq. Hajde, ik. Jashtë të kunuse. Shpejto tash shpejto, në disë sapër. Hajtë keqe babaj. Hajtë të keqe të asaj mëndje. Opa, striu. Striu, more. Opa. Spate, moj. Po ti edhe panguron? Do vdes panguron! Aj! Ua, abdi! Po
Mos dis tani, dis pas 2 orësh. Se? Po do vim drute dhe s'ka kusht t'i ngru. Unë apo ai që me zi iq këmbët, ai iq këmbët s'far. Ti fjus ku shëtoj! Unë e ka vendosur, do vdes! Kafe! Kafe! Se kafe për se gjallit të ndaj me kafe. Grua! Që në këtë moment, quemi vdek. Hajde, maj. Dis. Opa! Amanet kalem, hajde! Erdën. Në gëzime këte tutje. Të rojnë fëmit. Po, si ndodhi kështu, kaq shpejt, kaq papritur, ha? Kis kishte vojtur as nga ndonjë sëmundje më tonë apo jo? Edhe tani po ta shohësh. Tamam si kur flet duket. Falni. Kush është drejtori nga juve? Unë jam. Për të mirat harqin. Faleminderit në gëzime këte tutje. Na jemi tronditur shumë ton apo jo? Kishit një djalë të mrekullueshëm ton, mrekullueshëm. Ashtu është. Familja humbi një runë e saj më të dashur të zemrës. Po dhe ndërmarrja. Humbi punëtorin e saj pararoj, më të devotshëm, më të sakrificës. Ku ishin vështirësitë atje e gjej Avdiun. Apo te kot. Gojmjat ka qënë ton apo jo? Nuk e prishte qefin me asnjë më ton, me asnjë. Juve suite nga goja. Kemi drejtus të mrekullueshëm thoshte. Sidomos për drejtorin. Edhe para se të shkonte atje ku ka shkuar, emrin e drejtorit zuri në gojë. Interesant që është njeriu. Sa pa undava me të biles më ftoj të pinim edhe kafe bashkë. Na i tha gjitha. Po si na i kuk shumë ton apo jo? Pa na pyetur. Po mire. Ku ishte ullur më ton apo jo? Ishte në këma? Jo. Sa erdi nga puna? Ulla të ku jenë ullur ju. Lartë qoftë! Zori Shami nga qepi dhe fshiu tjerë si puna jote. Na jepin gotujnë ton apo jo? Edhe i uj kërkoj para se mbaronte. Falenderit. Kaloj. Po mire, tha në një lafë para se të ndëron të jetën? Se qa zujnë goja autoshpia, automatika. Autorizimi. O autorizima. Dhe pasaj u shtrin divana? Jo, mbaroja ku jeni ullur ju. I mbeti me rak puna e shtëpis. As e diskutoj që do mi japin, thoshte. E para se më takon. I takon dhe bile Avdiut, i takon dhe të parit. Edhe dyta, drejtorin e kemi njëri të mrekullueshëm. Ç'është e vërteta, Avdiun e kam dashur shumë. Nashtinë i kish bërë vënd vete sa im ton apo jo për shtëpi, po për shumë gjëra tjera më ton. Tani do na fani se nuk është as vendi, as kohë, as momenti, po ne mbrëm deri natën vonë, u mblodhëm si drejtori dhe vendosëm që Avdiu t'jap me autorizimin. Ore, ku e ka futur? E që më duhet mua autorizimi për para muri. Mire. Qau, Avdi.
Avdi! Të ka sjell autorizimin, Avdi! Po qo, mërë ti qo! Avdi! Se ta solën atë këteshe. Ta soli vetë drejtorin e dorën e ti qote, qo! E po mjaft, që lutë e mbajni vetën për në qikë burra. Oba, në qara keni në ngropër. Në ashtinë, do t'i thomë di fjallë vetën tonë apo jo, e kam patur mik të vjetën tonë. Më fani se nuk e o prezentova, është zvëndësim. I hedhen gjisëm litri benzin dhe i bëm flak. Avdic. Pos i najke kështu o vëll... Ka marruar si zanë tonë apo jo? O vëllaj im, nuk gëz ove as një cop vëndim tonë apo jo? Ashkina, Avdi, miru pjekshim. Lam të mirë më tonë apo jo? U gjallë t'jore! Lugar! I bukur ky etyd apo jo, por më shumë ato do ta zbukuroj Cekja dhe grupi i tij. Të dashur spekator dhe telespektator, mi mbrëma. Përpara jush do të paraqesim grupin popullor. Ky grup titullohet Grupi Lemeria. Ky grup ka dhënë shfaqje në Shqipërinë e Veriut, në Shqipërinë e Mesme dhe në Shqipërinë e Jugut. Të hyjë grupi. O sa të lumtur jemi në Puk, e këndon Gjelina. Faleminderit. O berat se pate fat. Këtë këngë e këndon Dimitri. O berat që pate fate, o berat more. Bare goqa kombinat, o berat more. E prodo sto fra fanelat, o berat more. E si për burat dhe për gratë, o berat more. Plantacion me fiqe, o berat more. O të bëllë qasin i gjikar mishtë, o berat more. O berat more. E të shi të dashur spekatorë, do këndon një këngë
ku në fshatin tonë, për herë të parë, erdhi Slavatori. Këtë këngë e këndonë Vita e Nasës së Kozit. Na fali spektator nderuar fshatar, jemi dorë trokitje. Faleminderit. Ky grup ka dhe këngë moderne të realizmit kapitalist revizionist. Do të thonë një këngë Ola Satemi Kantare e këndon Birsha i Vlorës. Lasciatemi cantare, lasciate, con la chitarra in mano, lasciate, perché sono italiana e tutta non sapere te. E këndonë përsëri Gjelina, një këngë, Gjelina, sempre più në veli poi. Sempre più lì per noi e plot fucine. Sempre più forti noi e dammi una mano che vedrai si vuole. È una parola lontana, ne veli poi non c'è dogana. E per noi insieme united, Nderuar spektator, është pika më delikate e programit të grupit tonë Lemeria. Do këndojmë një këngë na skrapari. Është këngë e vështirë, do u dhëj vetë. Kënga titullohet Oj Sieme. Oj sieme moj, oj sieme moj, o unaj moj, o unaj moj, o chu-chu-chu, moj chu-chu-chu, chu-chu-chu, moj chu-chu-chu, chu-chu-chu, moj chu-chu-chu, chu-chu-rock, moj chu-chu-rock, chu-chu-rock, moj chu-chu-rock, chu-chu-rock, moj chu-chu-rock. Nga materialet e qytetit të Durrësit binte në sy dhe një monolog interpretuar nga aktori minjohur Fadil Hasa. Me njërë mbasi do të ndiqni një këngë klonjate dhe mëtej disa imitime. Me që jemi transmitim direkt, t'ju bëj një pyetje direkt edhe unë, drejt përgjigjuni. A ju pëlqejnë skenat pornografike? Përgjigjem vetë, e thonë drejtën, mu, s'mama me thonë jo. Po me më pyet prap s'mama me thonë po. Pse mund thoni ju? Ja u them unë.
Ishim ullë më shpi me hangër darkë. Unë, gruja, plaku, qoni e në goca. Darka fillo kështu këne. Gruja shtron bugën, qoni shtyp sustën. Bile qoni shtyp dy susta. Susta televizorit e të divanit. Një me gisht, dytën me bisht. Filloj darka, filloj si zakonisht filmi. Ishte i filmi me të policin, që ruat e Bjondën, ju kujtohet? Ja, mërë polici ishte në regull, në kryetyrës, po si ishte në Terezia, jo, Bjondja. Me të thonë drejten, unë si stege vjetër që jam e në hatën, ashtu me marifet, tak, i dole për para televizorit, i thosh, ta këthim, nuk o gjo kjo film. Ik e bab, o bab, ik me largohet, se s'ka hon gastaraj që jeshtë transparent, pa ik largoh. Ik se me ke zonë. Me të thonë drejten, pash më bishë sijut, e kësha zonë figurën. Sa kofsha saj, kishtë në hyrë kësjet plajime. Mirë thot quni, tha gruja, thash, e me tjeri? Mirë, po se ke mirë. Hajtë, thash, ju boft mirë. Ula. Sa u ula unë? Filloj me ton kam në krevat. Ajo Bjondja. Thash, më duket mua për 3 metë. E në shtërinë dorën me fix. Sa afrova dorën, ku për njëj plagun. Më së luj, më të thënë. Thash, mirë, më zbërtit, s'pa e luj. Harrova t'jo thënë, gocën e kam të vogën. O ba, që dori. Pse fle nga policia e Bjondja? Thash, di gjanë, një ke pyt mamin. Gruja gjysë verdhë, gjysë jeshile, ju përgjeqë. Ka vap keqen mami, ka vap. Ik fle gjumë ti, jeni qoni. Zdu, ka fle ditën, ju përgjeqë goca. Ska du nas 5 minuta, ke dhama Bjondës, u fut polici. Goca prap, o ba, që pëjba policia sa i Bjondës? Po e rref o ba, po e rref. Po e rref, ku e ka shkopin? I thash grus, po pyet goca për shkopin, di gjondi? Qa ti thoshë? Po e rref me lapra, mër bab, me lapra. Tha, pa pse të rrafi, ajo shkreta s'ka bo një faj. Ku s'ka bo faj? Nër hyni qoni për t'i dhanë gjyrë seriosë më betit. Ajo s'ka bo faj, ta kemë unë e rraf 5 herë në ditë. Të shti, si pa e rref polici e rraf në unë, tha plaku. 5 herë në ditë, në është ajo, po i herë më zbuke e rraf që keme te. Jo, se e meriton ajo. Gruja uli kogën, që unë i filloj mos gëllit inës, unë për i shifësha gjithë bishësyrët. Heshtje plot kur t'ja pat plaku, tha. Ore, a keni vapi unë? Që është më këshume më ka hypi se këldim, Gruja më loj sytë me dorë, me gishta hapë. Që unë ishte bon njësh me divanin, si e kishte halë nuk e di. Ska loj shumë, policia me gjithë Bjondën u futën pishin. O, babi, po të shti, që bëjba policia saj Bjondës? Të shti e babë, dhe që po i mëson natin. Pra, tha, po i mëson ka natin. Pse i për plas kam të e Bjondja? Po lojnë natit më babë, po i mëson butterfly. Unë po i tha grujet fnej gjumë. Do vishti e? Ja, s'ka gjumë mësoni, do shofi filmin të në fund. Me të thonë drejten, unë kisha shef me fnejt për vete, po kisha tur prej plakut. Polici jam mësoj notin mirës e i Bjondës, me gjithë stilet, me bërtkos, butterfly, delfin, doli për peshine, Bjondja dheshja të rëbdishanit, ajo pare, polici mrapa, ikën. Thash, shqyqyrë shpëtova, kur goca prap tha. O babi, ku pa që polici atë Bjondën? Në burge? Si më burge, thash, s'ka bojgjo ajo. Pse nuk do të arrestoj? Jo, mërë babi, thash, me fërte, pa, ura, liri demokraci, liri demokraci. Po, dhe, do të gjej, ta fundi dhe do të ardhje. Qavëll do t'i këpus. Unë ja pali edhe ju të bidhin a shkalte. Me të dhe në sinjali për zjarë, hidhu në kremin. Dgjova dhuaj. Po që ti shatë fejson me? Po, ati Sandrit, i keni thënë ju për këtë punë, po?
Ne vi këshu, kot. Për këtë punë? Jo, e pëse të them? Ku pëse ti thuash? Po i sot i puno si ce. A puno? Ishtë i mirë me i shkrit. Që do lapet me aman, që do lap? Për mirë është të vani pëse qarka. Jo më shërritur jetim që i vogël dhe më shumë më shërritur në shpinë e ti dhe sentime dhe pra ndaj e kam unë gjithë me rakun të më thënë. Edhe i shikoj kështu si ti veçkëll dhe fa bje brenda, ky edhe Perëndia thonë. Mua më vjen pak keq për atë çupën që të fola pak më përpara. Se edhe një i qik, apo së është një peri, po peria ma. Po sa herë të kam thënë me non, më e me vete bidone makinës. Bidone benzinës në makinë. Kësa i rrallë, se me la benzina. Po me la një bionde. Një bionde. A disi se më non. Vakum. Trupa e Varietesë së Tiranës, si mikpritse e këtyre qyteteve, është gjithmonë e pranishme me përshëndetjen e saj. Allah Allah! Elhamdülillah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Dhurata nga Arabia është gati për qeverin.
Mirë mbrama të nderuar kolegë dhe si zakonisht ju uroj mirëseardhjen dhe po si zakonisht ju pyesim mbi rezultatet e bisedimeve të delegacionit tuaj në Afganistan, në Pakistan, në Arabi. Mund të thoni rezultatet e bisedimeve, ju lutem. Në emër të Allahut, grupi ynë komik ka zgjidhur përfundimisht problemin e ujit pishëm. Një do të keti, ju lutem të nderuar, ujin e pishëm e kanë zgjidhur problemin. Urdhëroni. Allah me imon. Kemi zgjidhur problemin e energjisë elektrike. Kjo është një fitore, po një duart rokiti se shkritet këtu. Urdhëroni. Kemi zgjidhur problemin e autostradës. Po këto janë rezultate fantastike, ju lutem shumë na thoni kur do të vijmë së fundi ujë i pishëm edhe me si e zgjidhet problemin e ujit të pishëm. Me gjyma? Në shkruan kontrat për 3 milion gjyma arabë. Tani e tutje, çdo shqiptar do të ketë gjymin e vet. Allah, inshallah. Elhamdulillah. E musht katin e parë dhe e çon katin e 5. Po unë që kam shtëpi në katën e 6. Kemi porositur gjyma që ta çojnë ujin edhe më lart. Allah me imon. Presoj që një të tillë gjym do ta kem edhe unë. Po më thoni, po si e zgjidhet problemin e energjisë elektrike? Bëm një kontrat për 3 milion fuqi nafte. Vajguri nafta. Shë vajguri ke energji elektrike, më të Pa hyn ke lampat, se porositën 3 milion lampa vajguri, e lampa bel haladit. Që sot e tutje, çdo shqiptar ka fuqin dhe llambën e vet. Mirë, e kuptova për dritat, po për televizorët si do t'i shikojmë? Në emër të Allahut, do të sjellin dhe televizor që punojnë me vajguri, Allah bismillah. Ka nesur shumë arabët e Europës. Ka nesur Europët, e kuptova, po për autostradën, a dini gjë se kur do të përfundoj? Autostrada duhet të filloj, pastaj të përfundoj. Arabët e kanë filluar autostradën në Arabi dhe do e përfundojnë në Shqipëri. Po kur do ta sjellim në Shqipëri? Ata thanë që do të rregullojnë estradën. Me pare që do të fitojnë, do të ndërtojnë autostradën. Që sot e tutje, çdo shqiptar do të ketë autostradën e vet. Që sot e tutje, çdo shqiptar do të ketë estradën e vet. Rregull, po më falni, po përfundimisht uji dhe drita kur do të rregullohen? Një Allah! Me një janar, gjithë shqiptarët nga në anës, vinë të marrin e gjymat, edhe fuqiat në estradën e Tiranës. E ti e në Tiranës. Mana vesh, ka gjatë për të ardhur pas kanë këto ndima, e kuptova më së fundi. O humre kanil veni, tu qkesh që nuk bondi. Mos të ndose që bonsonde, sa të zbardhi dri. O humre kanil veni, tu qkesh që nuk bondi. Mos të ndose që bonsonde, sa të Këndëruar kolegë, më thoni ku po shkoni? Ku të na shoj avioni? Mos harroni shtunën tjetër këtu në Kismet Allah. Kismet Allah. Një nga gjetjet artistike më të bukura të këtij spektakli ishte dhe kamera e fshetë. Më e spikatura është kjo që do të shihni tani, ku personazh është Cekja, ndërsa viktima janë pjesëtarët e familjes së tij. Le ta ndjekim bashkë. Kamera në fshetë të qytetit të Beratit e organizuam në sallën e kirurgjisë të spitalit të këtij qyteti, ku heroin ton Ceke, siç po e shikoni në ekran, e fashosëm dhe e jakosëm si të aksidentuar. Pastaj papi, kolegu dhe shoku ti i ngusht, njoftoi me takt për këtë fatkeqësi gruan, motrën, si edhe vajzën e Cekës. Mos bëj shumë në fytyrë me jot, sepse ai do ta shohë portretin. Po pa që s'ka Po, s'ka rëndome, mirë. Të qira, s'kuptoj. Po s'pa. E di se sa më shumë da rëndosh këta, më keq bëhet ajo. Aq më keq do më ndryshohet.
Cekë. Po cekë. Mos. Po cekë. Mos bëj. Cekë. Që s'ka të ti. Se kësi e po. Ha? Çfarë më thua? Alo. Drita. Se ke këtu ja. Hajde. Jo. Se ti Më mos bëj ashtu si... Je shumë mirë se ke. Jo. Po, ma, nuk din gjata. Jo, nuk din gjata, nuk i tham. Je shumë mirë s'ke asgjë se edhe pari pra. Abonent. Ua, çfarë shkruaj këtu atyre? Çfarë bën ti? Po mbar. Hadi rritë. Po marrë. Se po marrë. Po jo, se ke ti shumë mirë. Po marrë. S'ka lezet do na pej. Jo, nuk i këtu jam. Këtu si. Që të të? O papi. O ma, vërda. Do më lesh një minutë vetëm me të. Po si e? Do më lesh një minutë. Edhe ti blerë të putëm të. Në mos të vesdojë. Mos të vesdojë. Dimplës. Jo, që jemi vetë dhe s'ka njeri. Unë jetën time të kam tratuar vetëm një. S'ka gjë. Mamuja Allah. Asë mos e keme rakfarë. Mamuja Allah. Nuk s'do da ti fare. Iq, nuk do da ti fare në të drejtim. Ti vetëm ti esh mirë. Unë kam marrën tërë për pjesë në tratimet. 100 tek nuk është tratuar. Si thuani? Do shërosh, je shumë mirë, syrin e ke shumë mirë, se po të mos ishte mirë ti, unë nuk kisha thënë ku je tash këtu. E di këtë ti. Ku e kupton ti që unë jam? Se syt i ke shumë mirë, po flet shumë mirë, po flet me mend, edhe nuk po flet budallëqe, po flet tamam si çeshepër të folur. Ashtu. Prandaj ri qetëso dhe mos më qaj dhe mos fol fare. Qose do mua dhe çunin, edhe çupat. Unë previm. Mos qaj! Nuk ka parë madhe shumë. Ua, që pyër në mëngjesë ndave. E viri shumë i bëndi si shkalluar të shi, bam, bum në dave, e ushqeva i dhe da shvezë. E ngi buke vura në gjumë. E bënë më shurë? Ja. Të të shimu? Ja. Se aje kishtë bërë? E 2 herë be. Mua më hajë fasulli? Ta shi, zilë e fasulli si në. Po të frigoriferi, ka mish? Ka. Do mishti me fasulli. Mirë. Nese, të zhimi, mish me patat. Më në baroa. Më qaka. Qake.
makinë, polton me... Mos i folë së mund, të lutem shumë. Mos i folë së mund, të si të lutem. Po të nëzirem në pavjon, motra të lutem shumë. Kush është kjo me ne? Po të nëzirem në pavjon. Jo, mësë është mine fare, qatë dhe. Po o gotë me ikme se e vrave me njerëveshti me... Ik në ropa dhe njerëveshti... Ik në ropa dhe njerëveshti... Idiote, e shkalluara. Hajde me ti. Lejtë, i të po falë mua. Që? Idiote. Ne ka pe, ka pe, du se më shumë. Hajde me ti. Qotë në shumë, ti mos më privojtë, nuk e turpa e ka grua, të dikte i dritë. Do të tasë me të i nashtë të shqenë. Idiote. A i ka grua në që pra të tjera, a i hema ti, të kusë, a i e kërë, shdo më të këta. Shdo më të këta. Prima. Që me që ka grua në fëmijë ta, kush është grua? Plasi për së grua të internë. Kush është grua? Është shumë në regullë edhe unë kam halin tim. Ik me qani këtë ik me frate të kota, ik me qani dera. Ik me drejt qani dera. Që shkeni më që fletë. Është e motra, është e motra, vajzë. Që nuk me shkura më nga. Që s'u për ishpura. Jem njerëz më apë qëpa. Qani që në rasë më duar t'i ven. Dratë më rasë t'gati, mos më të gopë. Ik me t'i se unë jam se dy fishjo. Laja, unë s'po prek në rikë. E ti që me ishte, më më vjen që dera. Ik qëro. Ik qëro. Se ka të pikë marrë të mi. Qëro. Mos të shkoj me sy. Kush mjek? Jo të që për jashtë. Do në i zirë shpiro që keqe. Po kush është kjo për një njëfti, se një farë? Ma për e tjetë kush e doj, ma këtë mos ma shqetësoj, le tjetë kush e doj. Mos kur fare se lodhesh ti e shumë. Qatë, pa lera të shqetë shkretë të shqetë se varë gjorë kimi s'kam. Ne të shqemë thëmë 5 minuta, i pysë këmore, do zonë, mos o shqetë zonë, Nuk ka kje farë, Ke je për s'kejtë të shqetë. A më të se doktor rohët të qotje më tërpartë të shqetë të kjetë që kjetë. Për qëtë? Le më se s'ka kje për atë vash fare shqetani bëjë. Kjeta shqipër dhe se s'ka kje fare shumë bëjë, që kemi që të bojë ujtë bëjë të shqetë. Një aftë të tërpartë që s'ka të fare. Ale, nam tjera, në vesh neve për ujtë. Që në thë? Të lumë, se ke bukur e i punave. Që vetë, qofte fundit, kjo që kjo bë tani, por neve si s'na vajti me ndjerë. Nga bëj halal s'ka. Hajde nuk të Edhe një cekë. E ku se paguar të shqetë. Emisioni ton po i vjen fundi dhe për ta mbyllur ne kemi zgjedhur parodistët e Vlorës. Dhe në tingut e kësaj parodie ne ju themi të gjithëve natë e mirë dhe ju kujtojmë që të na ndiqni përsëri të shtunën e ardhshme, pasi emisioni i ardhshëm, emisioni 12 do të jetë disi më i veçantë se emisionet e tjera. Nga unë Aulona dhe nga stafi që përgatiti këtë emision, natë e mirë. Në Turqi punova unë, atje kam fituar shumë, jam bërë si shmërshini vetë, zot një 420. Nga trageti unë po vi, punova në Itali, i kam gjepat me para, do bëj punë të më dha. Unë erdha nga Greqia, atje m'ik në Montenia, s'desha vetë që të vija, më mbërtheu astronomia. Se kemi bërë balë, atje për punjeris të falë, të shkullin dhe më vedhën balë. Unë
punova në ndërtim bashkë me një shokun tim. Her me buk dhe her pa buk, më shkonte djersa në ullukë. Që jam të djanë me qarë, gjithë ditë korja barë, nuk dash garë, nuk dash u, dhe tani erdha këtu. Roja pullat, roja berrat gjithë ditën, prisja ferrat, pronar kisha një gjaga, edhe zurat ca lefta. Ti lëm këto ote dhe ato, qëfar do bëjmë me gjithë të para që kemi zënë edhe jashtë shtetit, ha? Në radhë të parë me një pjesë të parave, unë do ngrej një vilë. Bravo, Kurse bos. pjesën tjetër do ta fut me fitim. Mos bëj gabim, ja falimentoj ai, ikën parat për dhe jam qëni. Jo, për azer, jo. Unë për vetën time do ngroj një grand restorant. Të lumë. Nese, jemi që jemi. Nuk edhe një syk të nga pazari shkëm një se qëfar bëhet, ha? Hajde, pazar. Goxha pazar, ha? Allah. Qështë kjo zalamahi? Qështë kjo zalamahi? Ku jemi futu këshu? Ndodhemi mu në pazar, mu në zemër të qytetit. Do me thënë, ishtë të regu fshatar. Po që shkjo ata, ku jemi këtu më vla, është pazar, as është pazar, mbeturinat janë mullar. Buluja, buluja, o shket një vajzë mbi shaqi, nazorin fotografi, shka u djali mbi një glas, i qa u poture pas. Buluja, o ande piqet kukurec, këtu për njerë një piranec, aty shesi shtirë në tokë, aty bajgën bën një lokë. Buluja, Jemi në treg, po doam bifte, jo, duam të ham, po nuk na imban. Duam të ham, po nuk na imban. Shikoni pak, atje një plak, po e shetë gjizën me oturak, po e shetë gjizën me oturak. Po sytë që na kanë farë, ajtë batim sa më farë, ajtë ikim me një herë, mos na zërë në një kolerë. Buluja, na shpëtona neve ho Allah, buluja, na shpëtona neve ho Allah. Hamore, çdo pin tani. Unë për vetën time do të shkoj në tokat e Timeti që dikur na kishte marrë shteti. Në rregull. Atëherë sa të mbaroni ju këto punë, unë po shikoj për një dhomë gjumi se siç e dini, Lali këtë të shtunë martohet. Ai transgohesh. Au! Çfarë ke? Shpata. 2 milion një dhomë gjumi. Këtë të shtunë martohem unë, po 200.000 për në një kostum. Një nuse kam, po një fustan bën 1 milion, aman, aman. Jam dhëndër i rishtë bëj se di, 20 milion bën 1 shtëpi. Me para që kam të martohem, s'ma banda sëm nuk bëj dot, do martohem mot. Pronën time, o i njeri, ma kisën njëri nga fjeri. Pronën që më laj, ma të ma kisën një shulli gjatë, vajta të shikoja tokën, ma bëri me qunga kokën. Plot, na u bën astar trot. O, i njeri mbeta, la kurish me duar në gjepa.
se i lamë para në përzyra 1 milioni ton të vula 50.000 për të marrë 2 pulla edhe restua që në mbeti natu edhe për te tragedi ama në mos ju zën të halli këtu të kepin për së gjalli ajtja mbatim ne me vrapë se na qertë në poshte larë